Jo perimetri poka. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Në platformën tonë për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve, në vazhdimsi jemi duke pranuar raportime të shumta nga punëtorë të cilët janë duke punuar në sektorin e ndërtimeve, e të cilat në vazhdimsi raportojnë për biznese të cilat ndërtojnë pallate e të cilat nuk i respektojnë rregullat e sigurisë të shëndetit në punë. Këto rregullat të cilat kërkojnë fillimisht që punëtorët të kenë kontrata pune e më pas të kenë edhe sigurinë dhe shëndetit në punë, që nënkupton të kenë skela dhe pajisje mbrojtëse për sigurinë e tyre, nuk janë duke zbatuar në një masë të madhe në bizneset të ndryshme në vend. Andaj, në edicionin e sotme ne do të vazhdojmë ta trajtojmë këtë problematik duke i ndjekur inspektorët e punës të cilët do të zhvillojnë një operacion të kontrollit në disa biznese të ndërtimit këtu në kryeqytet, pra në zonën më kryesore ku zhvillohet biznesi i ndërtimit në shumë katëse të kryeqytetit. Ajo çfarë është me rëndësi shikues të nderuar është që në edicionet e kaluara kemi trajtuar po ashtu biznese të ngjashme të cilat janë konstatuar se shkelin rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të cilat për shkak të punës, qoftë të inspektoratit të punës dhe në disa raste të prokurisë së shtetit janë bllokuar dhe nuk janë lejuar të vazhdojnë punimet e tyre pa i respektuar rregullat. Në pjesën e tjetër të emisionit ne do vazhdojmë po ashtu të trajtojmë problemet të cilat bizneset e vendit tonë i shkaktojnë buxhetit të Kosovës dhe buxhetit personal të secilit qytetar të vendit. Fjala është për situatat kur bizneset të cilat operojnë në vendin tonë keq përdorin energjinë elektrike apo më mirë të themi janë bizneset të cilat vjedhin energjinë elektrike. Në një nismë e cila është duke u zhvilluar në bashkëpunim me KEC-in, ne do i ndjekim operatorët e KEC-it duke gjurmuar bizneset të cilat dyshohet se janë duke vjedhur energjinë elektrike. Në këtë seri të emisioneve cila është zhvilluar në bashkëpunim me ekipet e KEC-it, deri më tani 10 biznese janë hasur duke keq përdorur energjinë elektrike dhe të njëjtit janë duke u ndjekur penalisht. Normalisht krejt në pjesën e dytë të emisionit ne do vazhdojmë të trajtojmë edhe tema të tjera dhe këtë radhë do i kthehemi sërish temës dokumentimit të kaluarës dhe historisë tonë të tresht me krimet e luftës. Do të trajtojmë një nismë tjetër e cila është ndërmarrë në kuadër të Muzeut të Reporterëve të Luftës Reporting House, e cila synon të dokumentoj rrëfimet e qytetarëve të cilët janë deportuar nga Kosova duke përdorur trena të cilët kanë qarkulluar nga Prishtina dhe drejtim të kufirit me Maqedoninë. Në këtë nismë, e cila është duke u zhvilluar në kuadër të Muzeut Reporting House, do të zhvillohen 10 intervista me njerëz dhe personazhe të cilat kanë qenë brenda trenave dhe kanë përjetuar traumën e cila është shkaktuar gjatë këtij egzodi të madh gjatë vitit 99. Sonte do të trajtojmë dhe do të sillim rrëfimin e njërës prej personazheve cila ka qenë brenda trenit dhe e cila gjatë udhëtimit të saj është shoqëruar nga vajza e saj 2 muajshe e cila ka qenë e sapo lindur në kohën kur ajo po largohej nga Prishtina. Do sillim rrëfimin e Iliriana Zoxhanit, e cila do na sjell një rrëfim të paparë deri më tani rreth përjetimeve personale të cilat gratë dhe nënat i kanë pas në trenin i cili ka qarkulluar në vazhdimsi nga Prishtina në drejtim të Maqedonisë. Duke dashur të ju ftojmë që në këtë nismë, po ashtu përpos që të dëgjoni këto rrëfime, ne ju ftojmë që çdo kush që dëshiron të jetë pjesë e ndarjes së eksperiencës së vet gjatë këtyre udhëtimeve pra me tren gjatë vitit 99 drejt Bllacës, të na telefononi në numrin tonë të telefonit 224498 dhe të kërkoni që të caktohen terminet e intervistave me ju. Andaj mos hezitoni të na shkruani në këtë numër dhe të kërkoni që të jeni pjesë e dokumentimit të kësaj traume të krimeve të luftës. Ne tani po vazhdojmë me pjesën tjetër, pra po shkojmë në drejtim të Inspektoratit Punës, ku do të nis operacioni i cili zhvillohet me Inspektoratin e Punës në drejtim të kontrollimit të bizneseve të cilat dyshohet që në kryeqytet shkelin rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë. Punëtorët anë mban vendit sfidohen nga mungesa e sigurisë në punë. Investimet milionshë në ndërtimet e larta janë shndruar në burim të tragjedive për shumë familje në vendin tonë. Në më pak se një vit, 16 punëtorë kanë vdekur në vendet e tyre të punës. Pjesa më e madhe e tyre, sipas të dhënave, kanë vdekur në bizneset të ndërtimit. Shembjet e dhëut.
shembjet e betonëve apo rënja nga lartësitë e mëdha janë disa nga shkaktarët e aksidenteve fatale të regjistruara gjatë këtij viti. Kosova ka miratuar një ligj për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe standardet e këtij ligji kërkojnë që zonat ku zhvillohen ndërtimet të jenë të sigurta. Këto masa nënkuptojnë rrëthimin me skela siguruese, vendosjen e mbrojtësve në hapësirat e mbyllura, izolimin e zonat ku përdoret energjia elektrike dhe një varg masash të tjera, të cilat i pengojnë punëtorët të aksidentohen në vendin e tyre të punës. Pjesë tjetër e rëndësishme është pajisja dhe trajnimi i punëtorëve për siguri dhe shëndet në punë. Kjo nënkupton që punëtorët duhet të kenë helmeta, çizme dhe pajisje mbrojtëse dhe të jenë të trajnuar për detyrat specifike të cilat ata i kryejnë gjatë procesit të punës. Ta vjen ai foto. Një shkok qëri që toa janë foto. Pamjet ku punëtorët shpërfaqen pa këto mjete dhe vendpunistët pa mjete mbrojtëse kanë nxitur inspektoratin e punës që të ndërmarrë veprime konkrete. Për shkak të kësaj gjendje alarmante, Inspektorati i Punës ka aktivizuar një plan operativ i cili i ka ndarë 10 ekipe me qëllim që të kontrollojnë vendpunistët dhe të verifikojnë nëse bizneset po u sigurojnë punëtorëve kushtet elementare të sigurisë në punë. Në fokus të kontrollit ishin edhe ato biznese të cilave më parë me vendim të inspektoratit u ishin ndërprerë punimet për shkak se kishin pasur shkelje gjatë kontrolleve. Inspektorëve të punës u mjafton vetëm pak minuta që në vend punishte të gjejnë shkeljet e para të sigurisë. Në objektin banesor ku po zhvilloheshin punimet, të pranishëm ishin vetëm punëtorët e një kompanie të angazhuar për realizimin e punimeve, ndërsa investitori nuk kishte askund. Gjatë inspektimit, ekipi vren se brenda katëve ku punëtorët lëvizin lirshëm ka hapësira të kamufluara të cilat paraqesin rrezik të përhershëm për jetën e tyre. Aty ku pritet të vendosen ashensorët, hapjet janë lënë të hapura, pa asnjë blokadë apo mbrojtëse duke krijuar rrezik që punëtorët të bien nga lartësia. Inspektorët identifikojnë edhe kablot e energjisë elektrike të ekspozuara, të cilat gjatë punimeve mund të krijojnë kontakt dhe të shkaktojnë rrezik serioz për punëtorët. Edhe një manet duhet. Edhe një manet edhe të shkime qitë edhe të ngesë fizike të flokë. O kuptum jo veç kështu, po edhe të ngesë fizike. Një vjetë e qysë. Po, edhe që kjo keq. Po. Shefën tash punëtor të jetë. Kam shefën punëtor. Edhe din edhe që të kabull të ka pëje. Kabullin e rrymës. Apo. Pas ka rrymë. Njëra është që s'pas ka vinç. Një kate ka pëndo këmanë të kabull të pejtë. Në çdo vend punishte, përgjegjësia për sigurinë e punëtorëve bie mbi kompanitë që kryejnë punime. Për çdo veprim, për çdo angazhim dhe për çdo rrezik të mundshëm, duhet të ekzistojnë kontratat e qarta ndërmjet palëve. Pa marrëveshje të nënshkruara, përgjegjësia humbet dhe rreziku bie vetëm mbi pronarët e objektit. Kjo është arsyeja pse sapo mrinë në terren inspektorët kërkojnë marrëveshjen zyrtare në mes punëkryesit dhe investitorit të ndërtimit. Dokumenti që përcakton qartë se kush mban përgjegjësi për garantimin e sigurisë së punëtorëve gjatë punës. Shkeljet e tilla evidente e detyrojnë inspektoratin e punës që të ndërpresë menjëherë punimet. Biznesit i bëhet e qartë se nëse nuk i zbaton rekomandimet dhe nuk i rregullon mangësitë e evidentuara, nuk do i lejohet të vazhdojë punimet. Për sigurinë të punëtorëve, a keni çfarë? Shiko, ti se pas ka marrëveshjen me veti, se unë ja shkujta me ofru dhe marrëveshjen,
Po kërkoja marrëveshjen, po këtina duhet më unon punimet, i nalin këtina punimet, e mandej në bazë marrëveshjes e shohim kush e ka përgjegjësinë. Po nuk është me rëndësi që tash momentalisht kush e ka përgjegjësinë, që tash këtina duhet më ndalu punimin, për shkak që të me parregullsive gjys këto ashensor që të hapën që të hapësinat në tokë, edhe shkallët e nata ishin të pambyllura, që to 3 elemente duhet mu evidentu. E mandej në bazë të marrëveshjes e shohim kush e ka përgjegjësi. Mirë po, momentalisht masi se kemi investitorin kërkon, këta e kemi prezent, punimet i kitë ndalume të... Se jam në t'i përzi pak, mos lutna, mos ydna. Punimet i kitë ndalume për shkak se që momentalisht nuk e kemi marrëveshjen, këto dhe nuk e kemi edhe investitorin. Mirë po, pa marrëveshjen, ti mund është më thonë gjithë shka, unë e po të thamë, që ato parregullsi cilat janë momentalisht. Momentalisht janë ashensorët nuk janë të mbyllën, edhe që janë pjesërisht të mbyllën. Do me thonë ato duhet më mbyllë sikur çdo poshtë që e është në një. Në ndë, shkallë duhet me shku 1 metër, 1 metër 20. Shkallë, lartësia, duhet me qenë i kombinum, ekër me dru. Sot, unë i pash shkallë të lartë, ishin të hapuna. Pjesë... Shëndopo në fotografi. Okej, e shënon edhe në raport. Mirë po, në bazë marrëveshjes, nëse nuk e levinojnë çdo parregullsi, na e vjen kujt edhe me shqitu. Mirë po ta shpjegoj edhe një përgjegjësi tjetër që në teki. Edhe nëse te me marrëveshje nuk e ki përgjegjësinë për siguri dhe shëndet punë kolektive, e jotja është ti me siguru për punëtorët e tu. Nëse nuk janë çato masat ndërmarrëne për investitorit apo kurdo që i ka përgjegjësi, te nuk gëzoni punën. Është përgjegjësia jote. Nëse nuk janë vendosne, atë dush mi vendosni. Në këtë rast, na dojna mi ndalu punime. Kush e ka me përgjegjësi, ka mi vendos që ato masa që i lypim na, me bu kërkesën, edhe mu liru punime. Punimet ndalohen edhe rrëpsisht është ndaluar me hinë qasë në objekt deri sa të ndërmerren masat. A mundun që shto mu marrë vesh? Po marrë ba tjetër, shkëm po më ligë. Po ndërmarrë masat, pa bo reinspektimi, ke punëtorë të zguzemi po. Pas përfundimit të operacionit të parë dhe ndërprerjes së punimeve në objekt, ku gjatën shkelje serioze, ekipet e inspektoriatit të punës nisën në biznesin e radhës. Aksioni vazhdon, ndërsa inspektorët synojnë të verifikojnë nëse vendpunishtet e tjera të ndërtimit po i përmbahen masave minimale të sigurisë. Kur më rrinë tek objekti 2, punëtorët nuk janë duke punuar aktivisht në ato momente. Ata janë në fazën e vendosjes së skelave për vazhdimin e punimeve që pritet të zhvillohen. Por, në situata të tilla, edhe pse nuk ka aktivitet të drejt për drejt, inspektorët vërejnë menjëherë problemin e parë. Përballë objektit, një detaj i thjeshtë, por tejet e rëndësishëm bie në sy. Hyrja që u mundson punëtorëve për të hyrë e dalë nga objekti është e pasigurt. Sipas inspektorëve, kjo qasje e improvizuar në hyrje e pasistemuar dhe pambrojtëse dhe pambështetëse të sigurta paraqet rrezik real për punëtorët që të lëvizin aty çdo ditë. Kjo pikë e qartë që në shikim të parë mund të duket e parëndësishme, por inspektorët është shenjë alarmi. Çdo hyrje e pasigurt është rrezik potencial për rrshitje, lëndime dhe aksidente të rënda gjatë futjes apo daljes nga objekti. Ju po deklaroni që në këtë objektin cilën jeni të punu punë të vrash, G, nuk keni aktivitete punuse për momentin. Puna momentale është vendosja e skeleve? Po. Këtu edhe anën e mrapme jemi të ngjit këto konzolat, ashtu që kërkojmë mujt me siguru në ata, se kemi me fillu këtu lamellën hatash. Ku është edhe shtëpia, ka me urxu edhe atëre lidhet nëpërmes. E vendosja skeleve prej poshtit që keni dalë, që nuk i keni bë, po keni dalë me konzoll, po ju pengon për lamella tjera. Për lamellën Sipas inspektorit të punës, qëllimi i çdo qasje dhe kalimi brenda objektit duhet të jetë i lehtë, i sigurt për të gjithë punëtorët. Çdo rrugë që është e rrezikshme, e ngushtë apo e pasigurt gjatë punimeve përbën kërcënim të drejtë për jetën e tyre dhe duhet të eliminohet para se të vazhdojnë punimet. Fillojmë këtu ndërtimin atëre hekët që kjo fillon muratimin bllokat i kam nalt, nga një me i pa, edhe e mbylli perimetrin e objektit. Hapësirat e hapura mbrana ashensorët, shkallët i keni? Gjitha janë, muj me vizitu, muj me dërgu edhe me... Qasja në objektin F, shembull, nuk është në bazë
rregullave apo Jo, standarde? për shkak se po na duhet këto izolimin jemi ty e punu. Po, këtë qasje duhesh për momentin ose me rregullu mirë ose me Nuk heket. ka shku menja me të rregull. Sa është një qasje pak e rrezikshme. Okej, s'm ka shku menja për ato, po që po shqipi vetë, Po. se jemi në fazën e S'në ka kur një farë siguria par makanash apo diçka. Do shaja informuese pak ma shumë, Kemi, po na mungojnë kemi. apo keni, shumë. Puna e skelet me sa për shoh unë jeni të vendos skelet, po çdo vije skelet duhet mbyllet momentin që vjen punëtori të jetë duhet mbyllet se mund me dal prej skelet. Çdo rend i skelet, Po. tash ajo duhet më mbyll, se mundet me dal punëtori prej skelet. Edhe qasja prej katit në kat në skelet do të kemë disa shkalla apo Nuk e kemi të parafome për shkak se jemi ty punu. Prej katit, Vrasht jemi ty punu. po, dalim prej Nuk kemi asë të bëjmë me që duke me të bërë një fasada. A hymë edhe mrena i këshyrmi punën e pastrimi vetë punishtes ka nevojë edhe pak një pas ma rregull. Mund si shme qenë edhe pak më nërës edhe pse kjo e ka lartësinë e parapedit, po lartësit pak të nuk qëshijet e ka 90 cm me kalu diku 1 metrshin, edhe në ishaj ndalim. Po dej sa dilni atje, këtu qëta që ka hapësirë më mbyll me 3 rena parmak që majnë forcën 250 kg shë lartësi. Se është një thellësi atje mbi që mundet me rreziku dhe një punëtor. Për skelet që po thamë në mbylljen e skelet, këtu të jetë punëtori a mundet me dalë. Gjetjet e inspektoriatit në këtë vend punishte sjellin menjëherë një vendim të prerë, ndalimi i punimeve deri në marrjen e masave të rekomanduara nga inspektoriati. Çdo veprim i mëtejshëm është i ndaluar derisa bizneset të zbatojnë rekomandimet e sigurisë, duke eliminuar çdo rrezik për punëtorët. Sjellja e dëshmive se rekomandimet janë vënë në zbatim do të shërbejë si bazë për të vazhduar pastaj me lejimin e punimeve nga inspektoriati i punës. Vetëm pas verifikimit të plotë të masave të sigurisë, inspektoriati mund të lejojë ndërtimin. Na do të me loni vendim për ndalim punimeve deri marrjen edhe disa masave nga fusha sigurisë. Ka ma në shumë shto jam një bjemni në shkrimin, edhe ta lotani këta një kopje ty. Dokumentacione që ti kemi kërku, qëto kushte që ti kemi lyp, kriteret për vazhdim punimeve, sa i përket sigurisë shëndetin punë, kemi bo kërkesën të na për lirim vendimit, për vazhdimin e punimeve, lirim të shfuqizimin e vendimit, me numër ka shkaj, dhe na vime, verifikojmë këto, bojmë fotoprap, krahasojmë me të kalumen, shohëm a o gjithë shka okej, qofse është ti vazhdon me procedurën, vazhdon me ndërtim. Operacionet e inspektoratit të punës të zhvilluara gjatë nëntorit dhe dhjetorit kanë rezultuar me 10 tragjedie. Bizneset e pasigurta do ndërshkohen ndërsa vend punishtet do mund të hapen vetëm kur bizneset i përmirësojnë standardet e sigurisë. Po me 5 nëntor kemë bërë një planifikim të inspektimit bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës, ku qëllimi dhe fokusi kryesor ka qenë të ato bizneset të cilat nuk e kanë respektuar vendimin e inspektoratit punës për ndalim. Aksioni është ndapej 10 ekipeve edhe është paraparë sipas planifikimit të drejtorisë. Inspektorati punës ka zhvilluar inspektime, ka zhvilluar inspektime, pavarësisht inspektime dhe reinspektime, edhe gjatë reinspektimit në hasë që bizneset nuk e kanë respektuar vendimin për ndalim, edhe inspektorati i punës ka shqiptuar edhe gjoba, për në njëjtën kohë kemi hartuar një plan veprimet, ku kemi kërkuar mbështetjen e ATK-s. Në rastet që nuk e zbatojnë vendimin, inspektorati i punës shqipton gjobë. Po gjobat shqiptohen në fushën e sigurisë bëhet shqiptimi i gjobas bazë ligjit për siguri, edhe në shqiptimin e gjobave nga marrëdhënia e punës bëhet bazë ligjit të punës.
Gjopat më të larta janë deri ka profesionisht deri 5.000 dhe 10.000. Inspektorati i punës vazhdimisht ka kërkuar nga punëdhënësit, investitorët edhe punëkryesit që të respektojnë masat e sigurisë në vendin e punës. Të pajisën objektet me skelari, të mbyllën hapësirat e brendshme, në njëjtën kohë edhe punëtorët të cilët gjenden vend punishte të pajisen me pajisje personale të sigurisë. Inspektorati i punës posedon statistika të qarta. Mbrana vitet 2025 deri në këtu ku po folëm, janë 16 raste të vdekjes në vendin e punës. Kryesisht janë lidhen me fushën e ndërtimtarisë, edhe të ato bizneset të cilat kanë qenë të inspektora edhe nuk e kanë respektuar vendimin e inspektoratit të punës. Inspektorati i punës vazhdimisht do të ketë aksione edhe të këto bizneset të cilat janë konë të inspektuara me bashkëpunim me ATK-n, prapë do të ketë inspektimet përbashkëta, edhe në nivel vendit do të kemë aksione përsëri. Shikues të nderuar, pamjet të cilat i kemi transmetu gjatë këtij reportazhi na kanë dëshmuar qartë se bizneset vazhdojnë me shkel rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe si rrjedhoj edhe me e rreziku në vazhdimsi shëndetin e njerëzve të cilët punojnë në biznesin e ndërtimit. Secili prej jush që ka informacione të tjera për bizneset që kanë shkelje të tilla, ju lutoj të na raportoni në platformën tonë në kallzo.com duke zhvilluar një raportim të thjesht anonim, i cili nuk zbulon identitetin tuaj, pra ju lutem që të raportoni aty dhe ekipet tona bashkë me inspektorët apo edhe me prokurorinë e shtetit do jenë për të inspektuar bizneset të cilat i shkelin rregullat. Tani siç e kemi paralajmëruar në fillim të emisionit, do të vazhdojmë të shkojmë në zona të tjera ku ekipet e KEC-it kanë planifikuar që të inspektojnë bizneset të cilat dyshohet që janë duke keq përdor energjinë elektrike. Po shkojmë në një zonë ku ekipet e KEC-it pritet që me nis operacionet në kontrollin e disa bizneseve të cilat operojnë e cilat dyshohet që janë duke keq përdorur energjinë elektrike. Për vjedhje të rrymës, SHB u dënua nga gjykata themelore e Prishtinës në nëntor të këtij viti. Gjykata e dënoi me 200 euro gjob për shkak se ishte vërtetuar se SHB kishte instaluar lidhje direkte duke e keq përdorur energjinë elektrike. Për lidhje direkte të energjisë elektrike duke anashkaluar pikën matëse, me 200 euro gjob ishte dënuar edhe FS. Kurse KV nga Prishtina u dënua me 100 euro gjob. Gjykata konstatoi se i pandehuri ka keq përdorur energjinë elektrike duke bërë lidhje direkte në furnizim tek njësori ilegal, duke anashkaluar njësorin e regjistruar në KEC. Përveç këtyre dënimeve, ata që vjedhin rrymë janë të detyruar ta paguajnë sasinë që konsiderohet se ata e kanë shpenzuar. Mijëra qytetarë të Kosovës brenda një viti procedohen penalisht për vjedhjet e energjisë elektrike. Vjedhja e rrymës ndikon drejt për drejt në çmimin e saj, teksa miliona euro nga energjia vjedhur në fund paguhen nga të gjithë konsumatorët. Nga zyra rregullatorit për energji konfirmojnë se humbjet e energjisë nga keqpërdorimi brenda një viti shkojnë deri në 5%. Kjo shkallë e përkthyer në vlera monetare arrin deri në 30 milion euro. Këto 30 milion euro dëm i shkaktuar nga vjedhjet e rrymës, në fund paguhen nga konsumatorët e ndershëm, të cilët i paguajnë faturat rregullisht. Nga zyrat qendrore të KEC-it në Prishtinë, ekipi special i destinuar për të gjurmuar vjedhjet e energjisë vazhdon me hartimin e planeve të kontrollit në bazë auditore për ta luftuar këtë dukuri. Në qindra raste brenda vitit, arrihet të dokumentohet që bizneset dhe konsumatorë individual keq përdorin energjinë elektrike në të gjitha rajonet e Kosovës. Ekipi me detyra specifike ka kompetencë të veprojë në gjithë Kosovën. Krahas gjurmimit, ekipi ka për të dyrë të hetojë e zbulojë keqpërdorimet e energjisë elektrike. Sipas ligjit, çdo punëtor i KEC-it mund të kontrollojë për vjedhjet e energjisë, por ekipi special nga Prishtina ka kompetenca të zgjeruara për të gjurmuar çdo informacion inteligjent dhe të kontrollojë të dhënat nga terreni. Sistemi elektronik i kontrollit të shpenzimeve të energjisë i mundson KEC-it të identifikojë secilën trafo për shpenzime dhe nga aty të nxjerrë dyshime nëse në zonë të caktuar po keqpërdoret energjia. Informacionet inteligjente kishin shpërfaqur dyshime se në rajonin e Ferizajt po vidhet energji elektrike. Ky informacion u përpunua në zyret e KEC-it në Prishtinë dhe sipas procedurave, ekipet hartuan planin e kontrollit. Për të mos i lënë asgjë rastësisë, KEC në operacione të tilla vazhdon të shoqërohet nga Policia e Kosovës.
Një mëngjes në fund të nëntorit, ekipi special i Kecit kishte vendosur në lup një biznes në Kaçanik. Pronari një marketi kishte instaluar një linjë paralele të furnizimit e cila nuk kalonte fare në ormatës. Përmes një ndërprerësi të cilin e kishte fshehur mbrapa artikujve ushqimor, po e dhillte energjinë. Zyrtarët e specializuar me pajisje të sofistikuara gjurmojnë për burimin e keqpërdorimit. Këtu gjendet një ndërpres një shdysht në të cilin e kthen rrymen jashtë pikës moce e furnizon lokale. Është lidhje direkte domosdoshmë. Provat e grumbulluara janë të qarta. Përmes këtij ndërprerësi, rryma po keqpërdorej. Linja paralele urdhërohet të shkëputet, teksa zyrtarët e tjerë të Kecit zbulojnë se me një linjë paralele të instaluar po furnizohej edhe shtëpia e banimit. Të rasti në fjalë, gjatë kontrollës kemi hasur në një ndërpres një dysh, të cilën me dysh e ka keqpërdor energjinë elektrike si në lokal, ashtu edhe në shtëpi. Domethënë, kjo është lidhje direkte ose po ndryshe vjedhja e energjisë elektrike. Provat e grumbulluara evidentohen në proces verbal, derisa pronari i biznesit do të ndiqet penalisht për vepër penale. Me rezultatet e para të kontrollit në një biznes në Kaçanik, ekipi special i Kecit në shoqërimin e njësive speciale të policisë së Kosovës niset drejt një rajoni tjetër. Informatat inteligjente flasin se të dhënat e shpenzimit dhe faturimit nuk janë duke u përputhur as në zonat të caktuara në një rajon tjetër. Cak i kontrollit të ekipit për gjurmimin e vjedhjeve është një biznes në Mitrovic. Dyshimet për keqpërdorim të energjisë u vërtetuan për pak minuta. Pronari nga kablo kryesore e furnizimit kishte instaluar një kablo tjetër e cila nuk kalonte në ormatës. Rryma e cila shpenzoi përmes saj nuk faturohej. Të konsumatorët në fjalë, gjatë kontrollës kemi bërë shkyqjen e njësorit elektrik, por pasi kemi shkyq e ka një dalje që është para hyrjes, para furnizimit njësorit e cila shkon brenda në objekt edhe është e kyçne ilegalisht, jashtë pikës moce, ku keqpërdoret energjia elektrike. Sipas rregullave të procedurës, të dhënat e grumbulluara i kumtohen pronarit teksa përpilohet proces verbali me gjendjen e konstatuar në terren. Aja si huvi, aja është e agregatit atje kemë zero nish. Që ta shëqesëm atje zero nish, edhe kthejna rrymin e dhezën me agregat. Jo, qërna. Qaja si e dijone, për që të sanë nuk... Kabla furnizimit që vjen për naltit, hinë këtë, është picku, që ka zënë fëtët, është picku edhe arshu një kabel të poshtë. Mas që ti jërmoni. Që ku e kabla furnizimit për naltit, shtë 3 fazët, ka nëzirë i ka shtinëzorë për të poshtë dhe. Në 2 operacionin e rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve të rrymes dokumentuan në 2 raste keqpërdorim të energjisë elektrike. Për vjedhjet të energjisë, rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokurori që nga janari vitit 2025. Vjedhja e rrymes mund të dënohet edhe me burgim. Sipas ligjit, personat të cilët konstatohet se kanë vjedhur energjinë elektrike mund të dënohen deri në 3 vite burgim. Shikues të nderuara, çka kemi pa në këto 2 epizode, pra edhe në reportazhin me Inspektoriatin e Punës, po edhe në reportazhin me ekipet e Kecit, është një konstatim që në bizneset e Kosovës vazhdojnë me pas probleme të sigurisë dhe shëndetit në punë, e po ashtu probleme me integritetin e tyre për shkak të vjedhjes dhe keqpërdorimit të energjisë elektrike. Ajo që është shumë e rëndësishme është që secili prej jush që ka informacione në këtë drejtim të na raportoni dhe do t'i trajtojmë secilin prej bizneseve që dyshohet që ka shkelje të tilla.
Siç e paralajmërova në fillim të emisionit, tani do vazhdojmë me pjesën tjetër e cila është shumë e rëndësishme në dokumentimin e krimeve të luftës dhe çështjeve të rrëfimeve dhe personazheve të cilat janë viktima të dëbimeve masive të cilat kanë ndodhur në vendin tonë gjatë vitit 98 dhe 99. Do të ndjekim rrëfimin e Iliriana Xhoxhanit, e cila do na rrëfej dhe do na sjell përshtypjet e veta dhe përjetimet e veta gjatë udhëtimit të saj me tren drejt Bllacës. Po ju rikujtoj edhe një herë se cilë prej jush që keni qenë pjesë e udhëtimit apo dëbimit me anë të trenit në drejtim të Maqedonisë gjatë vitit 98 dhe 99, ju lutem të na telefononi në 224498. Bombardimi kom qenë në Banesë, në qendër të Prishtinës, rrugën Femi Agani afër Qafës. Edhe kemi qenë katin e 5 të Banesës, që kështu kemi pas një pamje të qartë krejt situatës çka ka ndodhur. Çka ka qenë të ndodhë kur fillon bombardimi? Bombardimet e para kur kanë fillu, veç me njeri kemi një tenkat ushtria olshu në për qytet, e kanë kallë mas pari Selina aty ku ka qenë LDK-s kjo Ibrahim Rugovës, edhe qatë pamje e kom kështu që më ka metë kështu mas shumë të që ajo djegja aty që janë ndodhë dhe që krejt qyteti është dridhë prej tankeve që janë lëshu në qytet. Shpin kemi vendos vetë me lëshu, për situatës për thëmë që i kemi pas në altë Banesën edhe kemi vëzhgu krejt situatën që ka ndodhë. Kur ja ka njësë mi gjujt njerës në për rrugë prej Dragodani të lëshu civil të këto edhe kemi pa që ma me që ja ka njësë me hargju ushqimet, mu vështërsu jeta, edhe atëre kanë vendosë krejt kojshit shumica, një 8 familje kemi qenë, disa nuk kanë dalë, prenteme i kom pas afer me shpi, me motrat, me krejt ata nuk kanë pranu me dalë, ata kanë nejtë, e na tjertë kemi pranu me dalë, edhe kemi ditë për afërsisht kohën kur është e treni, se kemi vëzhgu veç 3 ditë për para që janë dalë njerëzit, edhe kemi gjithë kohën kur është treni edhe jemi dalë me datën 2 prill. Edhe jemi njësë për stacionin e trenit, poshtë Dragodanit që është. Edhe rrugës ka pas paramilitar shumë, po nuk na kanë nguc neve, as njeve. Unë e kom qenë me bebën e kom pas 2 mujshe, edhe i kom lonë senet që i kom pas vlefshme, i kom shtite, e kom pas një korp të bebës, edhe i kom shti aty kom menu që burin e naljen edhe mi audhon ato për me pështu. Po na mire kemi pas fatin edhe kemi dalë mirë pa problem deri te stacioni trenit. Edhe shumë shpejt kemi mri deri në stacion, pa kur farë të lashe kështu, dhe aty kemi mri. Kur kemi mri aty në stacion, aty ka pas edhe polic edhe paramilitar plot kanë qenë, po nuk na kanë nguc kur gjo, veç na kanë thonë me maj qëtësi dhe mos me bo zhurë. Kemi prit treni një gjysore, 40 minuta qashtu, edhe ka arë treni i cili ka qenë i mbushur me njerëz komplet prej fushë Kosovës. Ato kupet kanë qenë krejt mbushuna, vetëm koridori trenit ka qenë i lirë. Këtu në për turmat njerëzve me nëzi kom kalu, edhe këtu ma kanë hapë këderën një familje e fushë Kosovës, kanë qenë, komplet familja ka qenë, edhe unë e kom hy këtu mrena me djallin, i cili ka qajt shumë. Në fillim ku jo mullë qëtu veç pak qëtu, po s'kom pas ku me lonë djallin, cili ka qenë me një korp, edhe qëtu tavolinat kanë qenë kështu, edhe qëtu e kom lonë djallin. Se këtu kanë qenë tullun njerës, një familje prej fushë Kosovës, e këtu e kom lonë djallin. Deri në fushë Kosovë ka qaj që ashtu, kur kemi mërim fushë Kosovë në alë treni shumë, njerë lëviz ka dale shumë, mas në nej ndalë krejt, edhe aty ka pas shumë paramilitar, rom ka pas shumë, që na kanë kërsnu, na kanë bo kështu me dorë që kemi mjë prej kokën e ato, po fatmirësisht mrena nuk na kanë bo kur gjo, edhe mas e kemi vazhdu rrugën. Edhe unë gjatë rrugës, kështu shumë nuk kom pas kohë me këshyrë jashtë krejt që ka pas, e kom pas bebën me veti.
Kemi mri dikun afër Kaçanikut, për dritare, i kemi ka pas paramilitar shumë, kanë qenë me thika, me armë në dorë, edhe kanë gjujt, shumë kanë gjujt. Jo në dëgjut shtanunatarëve shumë. Po, asë një zonë nuk është një në tren. Kërkush as ka fol, as kur gjove që kemi shqiqu, as krytës kemi guzof me këthy. Me një majet synit kemi këqyrë. Që ka po ndodha, aty na kanë lonë, s'po di sa një gjusore ndështa. Deri sa na kanë frigu mirë. Edhe aty shumë jemi tutë kërkosh, veç krejt rrugës, pri Prishtinës, deri atje një zonë nuk o një. Na herë na i zoj fëmis që ka qajt, po njerës kërkosh zas ka bo. E aty kemi qenë shumë të friskësum, që aty të Kaçaniku, shumë. Po mirë edhe aty pështum, edhe kështu mbretëm deri te Blaca. Kur më rime në Blac, dullën do me tesha ushtaraka paramilitar, tash nuk më kujtohën mirë që ato teshat dhe qështu ka gjelbërta e kam pas vesh. Edhe ata kanë thonë nëse hecni jashtë binarve trenit, krejt minat është e minu me toka. Kështu që jo do është ajo rruga u bo bajgi gjatë se shumë njerëz edhe ngosht aty me shku njerëz. Edhe kemi mri deri në Blac. Kur kemi mri në Blac, kur kemi dalë prej trenit, kur kemi mrit ajo fusha aty që kanë qenë njerëz, aty që ka me pa? Tmeri, krejt njerëz shqetsum, njerëz të qajt, njerëz të vdekun bajshin, pjaka, nana të lyp ushqem për fëmi, tmeri Zotit, loqi gjallë ka qenë, krejt kamt, të meshin në përlaq. Shumë trishtim. Sa nana lypja ki për fëmi ushqem se kom dalë pa kur gjo. Unë e për veti kom dalë veç me një torbë të fëmis që i kom pas, po fatë mirësisht e kom pas fëmi unë në ngji, edhe se kom pas qatë problemin e cuslave, seneve, që ato e kom pas një të mirë. Edhe masë e kemi shku me disa bashkë kojshi që kemi shku, edhe kemi bo një farë shatori shumë të vogël, sa për mu, edhe buri tezës, buri tem, ka qenë aji paralizumi smut ka qenë, edhe ati ja kam bo një ven aty mushtri edhe mu me bebë aty. Edhe mu që ajo dita para aty më ka shku të prit të në kohën, thësha më s'po më vinë familjarët e me, që kanë metë në luft, edhe më ka shku dita aty i prit ata. Po, si kom pas, kanë ardhë heq, ata kanë metë këtu në luft, krejt komplet. Pre krejt familjes, veç une, edhe një djali aqës që kemi qenë jashtë Kosovës, krejt kanë qenë Kosovë. Edhe që ashtu më ka shku dita të prit, edhe s'kom guzoft mu qu prej venit, se komenov që po vjen a i farë vrullit, diku që shka dhe po më hub djali, mase nuk e gjej bebën. Edhe hitë s'kom livrita, dhe ton ditën, ton natën, unë e heq veç e komaj që shtu e kom gjithë, zdi që ka qenë ajo, po më do këtë në torë, pjo mullë, edhe komaj djali në ndorë, që ashtu hiq pa lëviz. Do me thonë një ditë edhe një natë hiq s'kom lëviz. Se jom tutë dhe isha po vinë edhe masej se gjej djalin për ma fërflojnë dikun. Po sa qëresh, kur kom dalë në Blac, masej ka qenë gjini nuk mu ka nalë, kom pas me qka me ushqy bebën, po ka qenë krejt uj gjini, ndështë api stresit, ma shumë stresit se ushqyrja. Unë e krejt stresin e kom pas familjes të emë që ka metë këtu. Djallit po se po që e kom pas me veti, po masej kur mbrive atje, masën e këtynje që kanë metë këtu. Edhe qashtu u bo masën e të nesër më në mëngjezi, mas asaj natës të parë, të merë aty, zdi që ka me thonë ma keqë. Unë e me një bebë 2 mujshe, e re, shumë e re, 23 vjeqare kom qenë. Edhe krejt, janisi beba, mi u bo sy të zi, hun të zeza, prej tymi që dhezështin se ka qenë ftoft, bike shi pak, edhe mund zi njerë se shumë ftoft ka qenë.
edhe që ashtot, pa buk, pa kur gjo, burit ton kohën, ata ajo ka qenë po mdokët një mashtrim që ju ka mbu mi prit do numra, për me pas drejti me dalë prej blacës me një numër. Edhe buri jam ton kohën ka shku atje ka prit të në ren për me marrë qatë numrin, që na me pas drejt kishe me dalë prej atyt. Edhe që shtu veshë në gjujshë, ajo një farpamje shumë e trishtu me buk, me një traktor, kur se harë ju gjujshë njerëzve, pritëshë njerëz, ajo ju bike në për trop, ju bike në loq, shumë ka qenë pamje trishtuse, sidomos për një nanë tresi une që shumë konë. Edhe që shtu mas një erdë nata, edhe i kanë gjetë një thikë që i ka pas dikush të shpis me veti, edhe i kanë marrë disa droj, edhe i kanë shpërnda ata do qadra, najlona, s'po di që ka me thonë, ato kanë qenë, edhe i kanë marru një shator pakës ma të madhë, që mi zanë krejt njerë se u bojë shumë ftaft. Edhe kur hyna une me beba të mrena, edhe djali i njësi me qajt, mi unë alzani, mora me andru teshat, ajo s'mu, shike që veç po dënë me vdek ma prej ftaftit. Edhe kom vendosë që kom marrë djalin në ndorë, edhe i kom thonë, në qatë ko ka ardë buri të e ndërtu qatë farë shatorin, edhe i kom thonë, unë e po du me dalë, ma nuk ri këto se djali shkaj, sa i ma e pa të fundin. Edhe kom ri, kom shku, krejt ka qenë loq i gjallë, ajo këtë ngrek e mrena, ajo një farë të përpjedze për me dalë. Aty ka pas njerëz shumë njerëz cilë të kam pritë se cili për të ke me dalë prej. Me njerëz smut, me plaka në për tokë, me thmi, me shumë. Edhe aty kanë qenë do ushtarë të Macedonisë me policinë edhe unë e pja bëj njeni tash, unë vish pja bëj me dorë, po do pare, lem dalë se kom djalin smut. Edhe ajo si dukët i pëlqejke ajo, mi dhonë unë e diqka, po nuk gudzejke ndoshta në masë aty asë, po di që ka qenë problemi. Edhe tonë kom veqëm shiqajke, ja ndoshta ju kom dhim që kom qenë shumë e reja, s'po di. Edhe tonë kom më ka shiquaj, edhe dikur ja kom bo, o kam vdes beba, sërbeshti kom thonë, edhe ma ka bo hec, edhe më turma, më brapa më kanë shty. Edhe ja kom dhonë djalin burit për me shty se shumë loq, këtë dhe këtu himë në atë farë loqin aty. Edhe dollëm dyqysh. Unë me qatë torbën se lëshë isha hecë, dhe që s'ko me që ka me ndru djalin, këtë kisha sendet aty, edhe mëri me dalin altë. Kur mërim, trishtim, ajo korpa e djalit krejt që orëdzu buri me gjithë thënë në loq, une krejt, po mëri me dalë. Edhe kur mërim në altë aty, me njerë kishë qenë një autobus të unisë, si autobusat lokal ka qenë që shtot diqka, edhe drejt në autobus. As dishim ku po shkojmë, 2-3, me një bebë të vogël, as kur gjo, ter rruga ka qenë, shumë se kur kemi dalë u konë 12 orë, që ashtu diqka, edhe drejt në qojnë në Dibër. Edhe në Dibër në qojnë me një qerë dhe thmive, aty ka qenë bile më nëzet, mëriva me pasru djalin, me ndru, mja hek, krejt atymin që e kesh krejt. Edhe erdhë kryetari i komunës Dibrës në vizit refugjatëve që kishin ardhë aty në atë qerë dhe në thmive. Edhe si duket, ju kom dok, nana ma e re vetë, edhe u afru aty, edhe më tha, unë e po kom qefë mu të marë musafirë ty në shpinë teme. Edhe burë jam të lejtin tokë, sa i 2 ditë kish nejta, si mërima aty, jam njerë u shtrisë, si bëjkë shi madhe, që zgjoha pi gjumit edhe pitëm qështu. Edhe unë atë pritjen aty nëse haroj kur, a i kryetari, na ka marrë shoferi, kryetari të Dibrës, mos kofsha gabem, është Nore Koleci, po nuk jam e sigurt a është krejti sakt emri. Na ka marrë a i në shpit vetë, na ka lëshu dhomën e gjumit dë vetën. Krejt mi ka siguru sa ata s'kishin thmit vegjel në shpe, mi ka siguru krejt, me melja, me krejt teshat, mu, burit, krejt reja. Na kanë dhanë, dhe edhe këpucat na ka lo ajo gruja e ati, shumë mirë na kanë prit. Pa aty kemi nejtë veç 2 natë, se vjerit kishin mëri me shku në Strug, me një katon në Fjerisht. Atje edhe ata erdhen mase me na marë vjeri, se kish qef
U bo bashkë krejt familja edhe shkum atje. Atje mas i kemi najt 2 muje gjys. Po unë falenderimin që e kom për ata njerëz di brëzdi, mas mu ka bo me shku kur, po ata shumë mirë edhe këta këtu, pa ata kanë qenë nivel tjetër i shumë mirë na kanë prit. Dhomën e gjumit ma na kanë shut vetën. Kemi shku atje, qështu kemi najt 2 muje gjys, me thmit vegjel, me një katon, mirë, me thonë. Po unë e krejt e kom pas dhimtën se më kanë met prind këto edhe motrat shumë treja këto. Rifat e ka pas a i plaku emrin. Ta kemi shku edhe masën e na kanë thirë edhe ndarësëm. Edhe një kohë kur shkojshim për qëto pushimet e një majit në strugë që shkojshim një kohë që s'kishim ka me shku, kena shku gjithi, kena vizitu. Po masën ata pleq kanë vdek edhe ata thmit krejt kanë qenë në Zvicër. Po dhe ata kur ka ardha jali aty në prej Zvicrës, kanë thonë, na ndoshta juve nuk muj më afru krejt, po këti për djalin tim që ka qenë 2 mujsh, a i ka thonë këti krejt keme me ja u bo, krejt kushte që a i nevojitët për këta. Edhe qështu, masën e djali veç mu smu keq, ka qenë shumë i smut, me vesh, me mushkni, sa aty u konë të merë blaca, të merë. Djalin të në kohën mu doke që dhe më vdek, që ashtu më pathi një farë tute që e kisha unë në palcë më pathi ajo abdin, se veç e pashtë më bëllatë që ke të shku, edhe mu doke që për i me është të shku masën e. Edhe usë mu bagi keq, ishtë mija i parë, isha shumë e re, prind si kisha afer, si krej që shka nevoj i kom pasë edhe prind të burit, që të mu kanë gjithë shumë edhe ata, po shumë e vështirë ka qenë për mu. Shumë e vështirë se vetë me përkrit familjes me qenë dikon e largu me veçti, që ajo mas ne ka qenë lufta e jeme, ma e madhe me mu, që shko mujt me përbalu krejt që atë 2 muje gjysë që ashtu. Babi jem ka qenë shumë optimist, tash ka ndru jetë, edhe a i kur më ka thirë në telefon, e ka gjetë më ka thirë një herë në 3 ditë në atë shpinë aty ku kemi qenë, që është ka qenë optimist që ma bëjke që këtu është shumë mirë. Edhe mu 3 ditë më ka muajt ajo fjallë e babit, që për një me nuk është rrezik, për një me, po kërë e lëshësha televizorin, krej diqka tjetë realiteti prej ati që shma ma ka spjegu, ma ka thjeshtësu, s'po di që shma të thonë, s'po di, a i më ka bo muni mu krejtë ndryshe. Më s'ti shinkon fjallë të tina, unë e thonë, s'di që a kisha bo. Po, qështu, 2 muje gjysë, po fatë mirësisht, kam pështu këta këto me shumë vështërsi, se kanë qenë banes, kanë qenë 18 veta, me një banes 2 dhomshe. Edhe nuk e di sa herë mi numru që ju kanë hi paramilitarë të mrena, që ka po ljëpni ju krejt këto, a gjem ka qenë atë ko gazetarë që o konë shumë gazetarët me njëherë që i kanë mytë si i kanë gjetë dikon. A gjem është Behar Zogjani. Edhe e kanë qitë prej banesës, o dalë në rrugë, o dashtë mu kamuflu mës me njovë dikon, dhe i që atje mas e ka shku babi i ka marë, i ka shti mrena në shpe. Motrat e mija asar kanë ardhë, motra e me 2 vjetë ka qenë mas e me traumat luftës që i kanë përjetu, që ju kanë hi paramilitarët, edhe 2 familje kanë jetu në banesë. Motrat e mija njëna ka qenë 21, 19, edhe tjetra 14 e vogla. Edhe ato gjithë sarë kanë hi paramilitarët në hymje, edhe këto gjithë janë tutë, mos pëndodhë na i dhonim dishka, që ato krejt e kam pas veç atë. E motra e me ka përjetu shumë keq, motra e me 3 prej meje. Ajo veç 2 vjetë ka qenë me trauma, mas nej shumë të këqia të luftës, me ankë dhe me shumë keq e ka përjetu. Që ato që kanë metë këto. Këta kështu diqka nuk ju kanë bove, që shtu ju kanë hi her pas herë mrena në shpe, i kanë shtin dhomë, për shemull një kanë një, i kanë thirë mrena, i kanë pytë. Kush je, qka je, qa po bënë, që si pytjet kota. Pse po reni këto, se kanë qenë gjyshja, 2 agjallarët e mi, babi me mamin edhe me motrat, plus ata me thmi krejt, 18 veta kanë qenë me një banesë. Se s'kan dash me lëshu Kosovën, pikrisht për qëta. Se s'kan pas tjetër arsye, veç
Po dhe babi jam si natyrë ka qenë shumë tip optimist, edhe une kur kom dalë, ka thonë pse po delë se o kry, shumë shpejt kryhët. Edhe qaj optimizmi e ka majtë në Kosovë. Me shumë vështërsia i ka qenë 100 herë, kur ka dalë, kanë zonë, kanë qërto, po fatmirësisht ka pështu për luftës. Qëka ka punu babi? Babi ka qenë inspektor sanitar në komunë, 42 vjetë ka punu. Dhe që 5 muaj ka ndru jetë. Në cilin fshat në Strugë jeni strehu? Tjerisht komuna Strugës ka qenë, që aty janë kufi me Shqipërinë. Mirë, ata njerëz na kanë pritë shumë mirë, po kur si jenë shpintane, është dhe kotë. Këthimi në Kosovë, unë me njëherë e kom lypë si është i ru, ka hinato, unë me njëherë e kom lypë më këthys. Veshin atje, gjatë qëndrimit që kemi qenë atje, ka fundi, veç mujtë e fundit, kanë ordo, zdita që ka kanë qenë ata të farë organizatave, nuk e di se, as nuk kom qenë interesume për me dalë jashtë, e di që kanë ardhë aty në bërë të asaj shpisë dhe shpeshari kanë marrë këta në pytja, e një të interesume dalë në Australi, qëto venet në Belgjikës, disa vende kanë qenë që në kanë lutë me shku, po unë s'kom pranë unë kërkon me shku, se s'kom mujtë me shku me lonë familjen, mu ka do qëto, po jom pak ofër tyne. Edhe një javë, pa u kry lufta, erdhëm për Amerikë me shku në qështu një organizata, s'po di që kanë qenë ata njerës që kanë ardhë aty. Edhe buri pak ishtë qef me shku, se u bo gjatë dhe ishim e thmi, edhe bashkë në që ato tema, apo shkojmë, as po shkojmë, që ka po bojmë, veç shqyqëru, shliru Kosova, edhe me njëherë në asnis do ishim ma me nejtë. Po plot kanë shku edhe në qatë kohë, kur veç o shliru, plot i kanë marë që ata i kanë qu për Amerikë dhe Australi. Edhe na vendosëm u këthy, na imi këthy ditën e 7, që është shliru Kosova. Ka dalë buri jam në qytet, ka këqyrë dikush kush gjenë, se na kemi qenë une, buri, vjerit edhe kunata. Edhe kemi pas një plak që i kemi gjetë në Blac, ajo ka qenë në Gjakovës, unë e vjerën e kom pas Gjakovës, edhe ajo që e ka pas Gjakovare, e ka marrë me veti, ju ka dhinë pa kërkona, e s'ka pas fëmija, s'kur gjo ganimete, e ka pas emrin, po mbi emrin ja kom haru. Ajo ka qenë me neve bashkë, edhe në atë shpinë në Strugë bashkë kemi qenë, edhe jemi këthy me to bashkë, dhe i mbanese kemi qu. E ka pas të santeja i Bërlepenci, që aty ajo plaka shpinë ku e kemi qu, dhe mas e kom pakur, edhe e ka gjetë një djallë. Edhe tha së pranoj ke kërkush marë në Kosovë, se kishin frigë marë, se ala sa u shliru, e ka gjetë kjo një djallë, buri jam shumë tri, 21 vjetë, me një kombi ka ardhaj, na ka marë krejtve, edhe jemi këthy ka Tetova. Edhe emocioni ma i madhë gjatë kitë rrugës kur kena ardhë, kur kemi mëri në kufi, kur jemi nalë me atë kombin, aty kanë qenë krejta jo fusha, aty që kanë mitë refugjatve, djepat e thmive, ato qadrat, ka pas edhe disa njerëz, halo, a di shumë kujtohet si hija jo, po mas shumë ti që më ka mitë në kry, kanë qenë ushtarë të UÇK-s. Që ajo ka qenë emocioni ma i madhi kur o kry lufta, edhe ka ardhaj e ka shti kryt në kombi a ushtari, edhe pikëshyr krejt për na pyç që keni kalu asi mirë, na pëpysim ato edhe e mur djallin prej kombin, sa i veç u bo 4 mujshe gjysë mas në i djalli, edhe nëzeri jashtë të bëdën, edhe që ai ka qenë emocioni ma i madhi tek nej. Ma se mirë kur erdhëm këtu në Prishtinë, banesën veç i këshin marrë kri gjanat e vlefshme elektronikat e këto që ka kanë mujtë me marrë, edhe ja nisëm jetës takimi me familje, nuk di me ta përshkru. S'kom fjallë, nuk di, kur kom ardhë, kur kemi mri të pompa e benzinës, të kafet e vogla që ta shku janë, kur kemi mri ka kafet e vogla, pra fërsisht aty të Qebari, pak ma poshtë ku është tash, e kom pa nanën teme në rrugë. Zdi,
s'kom dash me thy gjamin e ati kombit, s'di që shkom dalë, s'di më këshur ka djali që ka kom, që ka po reagojon në minut ashtu, a? Qaj me nanën te me kom abdënsi, që ato amas jem taku dhe me këta tjertë, për qaj me nanën nuk onë shumë kujtim që më ka metë edhe ajo në kryu. Ushtari u që kësë edhe nana në rrugë që të 2 sene, jonë cilat i majnë kështu mas mirëti në menë. E fështirë ka qenë shumë takime, shumë. Tash ata printe me, motrat e mija, ata ma shumë e kam pas kur jonë gëzu, kur e kam pa djallin, ndoshta se mua, se Nipi është i parë, ka qenë familje teme, dhe sa u patën lidhë veç pak me ta, dhe me njerë në shkum. E mirë, djalli tash i ka 26. Është Alt Mërkoja, është i lindu në janar 99 me 30 janar. Edhe ka dëshirë shpesherë që shtu kur mledhëm, mja të regu edhe njëherë, kur së ngihet të ja të regu qatë historinë që ka qenaj. Po, historinë edhe djalli tjetër është 2002, ai edhe ma shumë është interesum si vetër, si natyrë, për luftën e për krejt që ka ndodhë. Një 12 vjetë sa u bo, shumë ka pas probleme vesh. Po i njëjti sen ju ka përsërit, pak një ftofjeni, diqka dhe një njëjti problem ka qenë. Deri ndoshta që kjo koha, dhe kërja një si puberteti, asi, mas një ka fitu po gëtë një imunitet ma shumë asi, edhe ma jo. Apo, një kohë shumë i ka pas përsëritu na që atu. Se edhe ka pas bronhet, edhe veshje, edhe krejt. Edhe mas e u deshtë kur më rritëm në strug, erdhë koha vakcinave, mu vakcinu. Atje i bëjshin vakcinat jo në krah, po në kuk, ndryshe prej neve. Edhe ato ka qenë një shumë e ramë për mu, që ajo zdi kur e ka marrë vakcinën, shumë pa të reagu keq, pa qaj shumë, pa të zdi, unë e kom pas shumë të fështirë që atë menagjimin e qasaj që më ka metë në kokë, që ajo vakcina parë që e ka marrë atje. Një e ka marrë kur ka lindë, tash e dyta i ka ra atje me qenë. Unë a dy trena që i kom gjithë për luftës, i kom si gjithë ma qënë. Që ma s'pari treni. është një që shumë më këthen në atë kohën kër jemi dalë. Edhe shpesh herë, prej dritarës kur këshyri, shpesh herë më kujtonë ato turmat e njerëzve që është janë dalë edhe që është vish me një anë të rrugës kanë hecë, se s'ka pas drejt këne anej, vish me një anë trotuarit kanë hecë. Po tash gjdo muhabet shpesh herë, kur boj muhabet, lidhët puna e luftës, lidhët ditlindja djallit, kur ashtë më kujtohet shumë, mas shumë t'i lufta. Kur t'jom në herë t'u kalu me vetur, kur është treni, gjithë më kujtohet, thëmë, wow, që këni avdin, gjithë ma kujton atë kohën. Unë po thëmë e kom pas dhimëtën të shumë feshtë, edhe që po dalë, edhe që jo me bebë, po mas shumë t'i qka ma ka mujtë familja që më kanë mitë këto. E që ato më lidhen shumë edhe diqka kur vjen puna e optimizmit, kur ndodhë diqka me që njeri optimist, më kujtohet babi jam gjithë. Thëmë, hej, në qatë kohë kur ka ditë aj mu bo optimist, kur ka mujtë mu bo qaq optimist i madhë, pse në tash për diqka palidhjen bohëm negativa, kuptimin e fjallës. Po fillimin, deri disa vjetë, menoj që më kanë vazhdu ato traumat e luftës ato. Po me kalimin e kohës, tash janë shumë atë leta, po që edhe tash kur po flasë, njeri prap qanë, prap i dridhë trupi, prap skuqësh, do këtë që është që tash të frest ka ndodhë. Më do këtë që shumë afer ka qenë, t'i thu 25 jetë shumë, po mu më do këtë që po flasë që tash që shumë afer ka qenë kjo. Ndjenjat nuk më nështë trupit mja largu, gjithë janë të njejta. Po
është mirë, çdo person, edhe ma mërmenja që çdo person që ka qenë në Kosovë që ka diçka me tregu për këtë përvojën e vetë që e ka kalu në kohën e luftës, pse mos me tregu se cili përvojën e vetë, s'paku hiq kur gjohë fëmijët e tonë me ditë bota, me ditë krejtë njerëz në çfarë periudhe kemi kalu. Shikues të nderuar, ishte ky rrëfimi i Iliriana Zogjanit. Secili prej jush që jeni dhe keni dëshmi të ngjashme, ju lutem të na raportoni në 224498. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.